Arti ka qenë gjithmonë një zë i brendshëm i imi, një zë që nuk hesht, mirë po as si fati kam pasur që lidhshmëria ime me atë zë s'ka qenë e mundur të bëhet atëre kur kam dëshiruar une. Kam pasur shumë pengesa, mirë po kur ika për Shtetet Bashkuara të Amerikës, atëre u sfidova pak më tepër nga të gjitha aspekte dhe erdha deri në pozitë që unë të vendosi a dua të lidhem me atë zërin tim apo jo. Dhe e bëra. I zhduka të gjitha zvitat, pa më parasysh çka ishte, u lidha me zërin tim të mbrëmshëm dhe e shndrova atë zërin tim që flas në ngjyrë, në shprehjen e ndjenjave të pathëna, ndjenjave të ndaluara në pëlhur me fuqinë e ngjyrës. E kam vërejë që talente ka shumë, si thash më herët. Njerëzit hezitojnë se nuk ka fare leka, si të them aty. Arti është një dhunti, unë i kisha thonë që mos të lejojnë ta humbin nëse është dikush i frymzuar me art të vazhdon pa më parasysh a do të ketë fitim apo jo, mos ta marrin artin si një vegër për të bëhe famshme a çapo di unë pasanike. Arti krijohet për njerëzit e tjerë, së pari për të qetësuar shpirtin e kushdo që është, dhe arti gjithmonë krijohet për të tjerë. Prandaj vazhdoni, ku me di çka keni përpara, mos e lejoni se arti është pulsi i ekzistencës.